gjykimin e shkurtuar. Mund të jetë mundësia që ta kërkojnë në të ardhmen, apo tu është përfunduar kjo fazë dhe ju do të vijoni një proces me një kalvar të gjatë dhe sigurisht do të dojë shumë kohë? Klodi, pyetja jote është shumë e drejtë. Atëre, ne nuk e kemi kërkuar gjykimin e shkurtuar për dy arsye. E para që mungon fakti penal, dhe nuk kemi çfarë të shkurtojmë apo të zgjasim, dhe kjo është themeli i mbrojtjes, dhe e dyta, në momentin kur ne konstatojmë akte të pavlefshme dhe të papërdorshme, gjykimi i shkurtuar automatikisht është i rrëzuar, sepse nuk mundet të pranosh gjendjen e akteve me akte të pavlefshme ose të papërdorshme në të. Kështu që kjo gjykat pikërisht këtë bëri, që i vleftësoi ato akte, i u dha vlerën dhe e dërgoi në gjyq, por që sigurisht neve kemi leximin ton të ligjit gërm për gërm, faqe për faqe, edhe jo me kokë poshtë. Në themel do kërkoni gjykim shkurtuar apo mbetet për vlerësim? Atëre, çështja e gjykimit shkurtuar është mbyllur në këtë seancë dhe pa u kërkuar këtu nuk mund të kërkohet në themel. Pra këtu ngrihet dhe gjykata ja çon themelit, i cili formalisht e pranon. Por pa u bërë këtu kërkesa për gjykim shkurtuar nuk mundet ky kërkim të ngrihet në themel. Pra do të kemi proces zakonshëm. Po, do të ecet me gjykim të zakonshëm. Sa i takon pretendimeve tuaja për gjyqtarin Gjoka, a keni depozituar një kallëzim penal në SPAK? Ne kemi bërë të gjitha kërkimet tona, edhe në KLG, edhe në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Sigurisht edhe kallëzimin e kemi bërë, është gati. Ata ne e kuptojmë që këtu nuk ka çarje në radhët e tyre, sepse rasti është flagrant. Ju e dini që kjo çështje u bë ditë që është bërë publike dhe nga ana e gjyqtares njëherë për çështje edhe profesionale, edhe etike, edhe morale, duhet të kishte dhënë një version të saj, një shpjegim të saj, ose të merrte ndonjë veprim të largohej, sepse ajo do të largohet, po është më mirë kur ikën vetë me këmbë të thua se sa kur të heqin. Kështu që ne sigurisht po vazhdojmë, nuk ka mbaruar çështja, kemi dhe ne strategjinë tonë, duhet të kuptoni që ne po luftojmë në një terren që nuk ka sy që shikojnë dhe nuk ka vesh që dëgjojnë. Kështu që do të na duhet të gjejmë një metodë alternative, të paprovuar, sepse është e tmerrshme të vish në gjykat edhe të jesh i bindur në kërkimin tënd, po njëkohësisht të dish edhe vendimin që do merret. Duke qenë se dosja ka kaluar për gjykim themel zoti Gjokuta, ja do të kërkoni heqjet masës për zotin Berisha? Po tashi shikoni, masa e zotit Berisha, detyrim për paraqitje është marrë nga kjo gjykat. Sigurisht do ta çmojmë këtë, Klodi. Ajo që është alarmante është masa e zotit Jamar Maltezi. E marr nga Irena Gjoka, a kupton që është një masë absolutisht e pavlefshme, dhe sigurisht absolutisht e pavlefshme është edhe e Berishës, mbi të cilën u gjykua nga seanca paraprake. Pra ky është një zinxhir procedural që kontaminon njëri tjetrin. Po kjo do një gjykat që ta marrë dhe ta lexojë ligjin. Pra edhe një herë, aktet e marra nga gjykatësi që nuk ka kushtet për të qenë gjyqtar janë absolutisht pavlefshme dhe nuk mund të ribëhen, thot ligji. Ne 128.1. Tashi ne nuk dim ku të gjejmë një shpjegim, e kupton, midis çartjes së gjyqtarit edhe atij kodi procedure. Nuk ka alternativë të mesme. Kjo është situata. Nëse e keni të konsultuar me klientin tuaj, a do të marrë pjesë zoti Berisha në seanca gjyqësore në themel? E para njëherë që ky bisedë do bëhet tash masi morën vesh që çështja do kaloj për gjyq. Dhe ne nuk mund të diskutojmë përpara se të merret vendimi i gjykatës çfarë do bëj sikur. Po sigurisht ju garantoj këtë, që zoti Berisha do të jetë prezent në ato seanca të cilat është domosdoshme prania e tij për shpjegimin e rrethanave apo fakteve konkrete, por në seanca ku do të ketë debat procedural ose ku nuk është e nevojshme prezenca e tij, neve do të... Po kjo do të vendoset rast pas rasti. Nuk mund të themi sot tash se çfarë do të ndodhë. Faleminderit. Faleminderit juve.